Si e vllaut kishte krijuar një lidhje jashtëmartësore me një djalë tjetër, i cili konsideronte një biznes, por me vite ishte pak më i vogël. Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sonte me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë një rrëfim të radhës. Sonte me ju do të ndaj një letër të dhimbshme. Një letër që është shkruar nga një motër e cila ndan në pengun e saj më të madh. Nga ajo që ka parë dhe pas vdekjes së vëllaut, ajo përjeton një traumë të madhe, përjeton një krizë, një ëndër që atë është duke çuar në panaroj. Një ëndër që atë po e nxjerr krejtësisht nga vetja. Përshëndetje Tiranë, po të shkruaj këtë letër për të ndarë një shqetësim shumë